Në rastin konkret, vetë byroja, që do shta me edhe për qytetarët cilët nuk e kanë përcjell këtë proces, vetë byroja është inicuesi i rasteve. Do thotë që mbledh prova e tjera ndaj gjithë zyrtarëve publik. Ndaj gjithë zyrtarëve publik dhe ish zyrtarëve publik tash këtu ka deri në cilin vit? Që nga viti 2008. Por tash këtu ka disa probleme. Këtu ka tash disa probleme të cilat janë evidentuar edhe në raport. E para thotë se është ndaj gjithë personave zyrtar nga viti 2000, nga data 17 shkurt e viti 2008. Pra e merr datën e pavarësisë si pikë referencë. Mirë, po ashtu përcakton se ligji zbatohet edhe ndaj pasurisë së pajustifikueshme që ka të fituar nga personi zyrtar pas pushimit të funksionit për periudhën deri në 5 vite nga momenti kur personi zyrtar pushon së ushtruari funksionin. Ndërkaq procedura mund të iniciohet gjatë kohës sa personi ushtron funksionin zyrtar, apo më së voni deri në 10 vite nga momenti kur ai pushon funksionin e tij. Pra do të thotë, edhe nëse një person, sipas projekt ligjit tash, po them edhe nëse një person ka përfunduar detyrën e tij ta zonë në vitin 2017. Sot jemi do thotë nën vite prapa, procedura ndaj tij mund të fillojë. Mirë, po problemi është se tash ideja është se tash pasuria e tij nuk vlerësohet vetëm deri në vitin 2017 kur ai ka qenë zyrtar, mirë, po mund të shtrihet edhe për 5 vite të ardhshme, deri në vitin 2022. Dhe pra, vlerëson edhe pasurinë e fituar gjatë kohës kur personi në fjalë ish zyrtari nuk ka qenë zyrtar. Nëse ka bazë të tillë dhe ka sisteme të cilat e adresojnë një çështje të tillë, për shkak se tash po supozoj çfarë ka mundur të mendoj Ministria e Drejtësisë në rastin konkret, mund të thuhet se një person e ka lënë detyrën, mirë po ka krijuar lidhje, favorizime e tjera që edhe pas përfundimit të mandatit të tij ai ka vijuar me përfitimin e të mirave që i ka sjell pozita e tij, autoriteti i tij, keqpërdorimet e tij etj. Megjithatë do thotë, kjo duhet të strukturohet në atë mënyrë, sepse shishoj çfarë formulimi ka projekt ligji. Thotë nëse pasuria thot mund të zgjotet afati, nëse pasuria është në mos më të madhe më e lartë. Se çka nuk kupton në mos më të madhe më të lartë, projekt ligji nuk e specifikon. E dinaj drejtori që bëhet drejtori. Këtu është problemi që e dinaj drejtori. Dhe ai drejtori, nëse zgjidhet me një shumicë të thjeshtë, pe një qeverie e cila e ka shumicën në kuvend, ai drejtori këto në mosën më të lartë e zbaton sipas shefit të tij në secilin rast, dhe kjo krijon hapësirë për arbitraritet. Çka ndodh me zyrtarin që në fund i merret pasuria? Me zyrtarin që në fund i merret pasuria, nuk ka sankcion ndaj tij. Ndaj zyrtarit. Mirë po, thjesht do thotë konsiderohet në parim, i konfiskohet pjesa e pasurisë e cila është e pajustifikueshme. Mirë po, ligji thotë është rregull që i konfiskohet pjesa e pasurisë për aq sa është e pajustifikueshme. Deri këtu është në rregull. Dhe na tash në një apo tjetër formë po vërtetojmë me këtë vendim që ky zyrtar e ka shpërdour në çfarëdo forme detyrën apo mirë, po ka amnesti për pjesën penale. Definitivisht, po ka amnesti për pjesën penale. Në këtë rast prokuroria mundet me lexu këtë vendim edhe me këshyra, po? Po tash mundet me prokuroria mundet edhe aktualisht për sa po flasim. Prokuroria mundet aktualisht për sa po flasim. Do thotë mundet me ndjek zyrtarët, me propozu. Në këtë rast e kam fjalën që iniciohen nga byroja. Ato procedura kanë më zhvillu. Kam argumentuar ndoshta deri dikon që e ka fitu pasurinë. Jo domosdoshmërisht, mirë po normalisht që nëse vërtetohet ndonjë rast që definitivisht ka shpërputje të madhe, ka indicje penale etj, definitivisht se do duhet të merrej prokuroria edhe në aspektin penal, nëse deri në atë ku procedura me boni listë për me konfisku pasurinë procedurë civile për me aktivizu procedurën. Kjo është problemi. Për këtë arsye, po kthejnë ata ajo në fillim, për këto paradokse krijohen për faktin që Kosova nuk e ka të nevojshme një sistem të tillë. Për shkak se nuk mundet do thotë një sistem komplementar, sepse ky është një sistem komplementar, është një sistem plotësues. Nuk mundet një sistem plotësues me të shërby
si Për bazë. bazë që ti me i dënu penalisht personat përderisa të ketë dështuar në procedurë penale. Dhe a di çfarë është një problem tjetër? Që thotë se edhe pasuria që gjendet tek palët e treta, me gjithë këto problemet, çmimit do thotë që e merr vetëm aspektin e çmimit, nuk e elaboron mjaftueshëm çmimin, nuk e elaboron mjaftueshëm vlerësen me mirëbesim etj etj. Problemi është në fund ti ke ble banesë dhe ti ke menduar që po e kum ble një banesë të lirë, e kum gjetë si në pazar që thot populli. Problemi është se në fund fakti që ai nuk e ka justifikut merë ty banesa. Edhe pse ti as nuk je person zyrtar, as nuk e pos as një lidhje me të etj, sipas dispozitave të këtij projekt ligji, madje edhe në aspektin gjyqësor ky projekt ligj duhet të rregullohet, për shkak se në një vend thotë se konfiskohen transaksionet. Si konfiskohet transaksioni? Konfiskohet pasuria, nuk mund të konfiskohet transaksioni. E kuptoj që mund të jetë edhe gabim lingvistik etj. Një presupozim tjetër është për shembull që thotë gjitha pasuritë që gjenden në shtëpinë e tij, në kasafortat e tij etj, supozohet se janë të tij. Një person do thotë mund ta përdorë një kasafortë së bashku me dikën tjetër. Në shtëpinë e një zyrtari publik mund të ketë pasuri të përbashkëta etj. Dhe supozime të tilla të gjeneralizuara është rrezik që krijohet një pasiguri shumë e madhe tek qytetarët, veçanërisht kur e kemi parasysh faktin se subjekti i tij janë gjithë personat zyrtar, familjarët e tyre, personat e lidhur palët e treta etj që kap një gomë shumë të gjerë të qytetarëve.